Ne gjithë qeshim sot me te, pa i merë 2/3, unë mendoj, me pas, do në thotë, një kulturë ma përgjeshme politike, që është jashtëzakonisht legjitime. Po mësohen bre, tash, ato amandamenti s'është ka bëhat, mos ki marak, s'është procedurë e vështira, ja? Se pikri qaj amandament duhet me shkue mu në gjykatë kushtetuese prap, se ne e kem shpall një pjesë që i ka leju, se shikoj, kështë qitë amandamentin, s'ka lëzëke kush e propozus, se ka fshia pjesë zone Osmanik, ata që mbledh 11 natës. Që më shme qitë amandament kushtetues, pa ditë kush e propozon presidentin. Pse? Se ne atër kemë thonë është jo kushtetuese, veç partit parlamentare. Do çdo parti e regjistruar me pas drejt me propozu, përveç në nënshkrimeve të caktuara, numrit caktuara të nënshkrimeve të qytetarëve. Kjo për sistem kushtetues, stabilitet dhe për shtet e shtetësi, kjo është ma e mirë, do në thotë, kërkon konsenzus të forcave politike. Ajo ta bjen ty një, mund të më ta pru